Në vitet 60, në tablon absurde të kryeqytetit shqiptar në diktaturë, shfaqet rrezullit se jeta e veçantë e një personazhi si Robert Prifti, biokimist, mësues i përkushtuar, poliglot dhe shkrimtar i talentuar, që dhuntit e tij si krijues pak kush i dinte. Në atë realitet mbytës ku liria, talentet dhe dhuntit shtypeshin pa mëshirë, në fshehtësi ai kishte krijuar dhe po zhvillonte profilin e tij si shkrimtar dhe poet. Vit pas viti, një valixhe misterioze mbushej me veprat e tij në dorëshkrim. Aty, mes atyre dorëshkrimeve, ai kishte hedhur gjithë historitë e tij, që zbulonin njëkohësisht fatin e vendit dhe popullit të tij, që përballej çdo ditë me diktaturën. Shkruar në italisht, një prej gjuhëve që ai e njihte shumë mirë, këto vepra i ruante për t'i botuar për te i detit në rastin e parë që do t'i jepej për t'i kaluar andej. Kishte gjetur edhe pseudonimin me të cilin do t'i prezantohej lexuesve, Trevor Elin. Jeta e Robert Priftit në Tiranën e mesviteve 60 ishte një gërshëtim i punës së tij si mësues, me angazhime të shumta familjare, lexime të pandërprera dhe krijimtarinë e fshehtë letrare. Edgari, djali i tij, kujton se në ato vite ai dhe i ati ishin përballur me sëmundjen e mamas, e cila do të reflektonte në vijim në gjithçka që ata do të ndërmerrnin në jetë. Por, siç thot Edgari, atkoh 11 vjeçar, pesha më e rëndë në familje kaloi tek i ati Roberti, i cili do ta çonte dashurinë e tij për Luigjinën në një tjetër dimension, ku sakrifica kthehej në lehtësim dhe forcë shpirtërore, dhe në këtë realitet të ri, ai do të synonte të mos mbetej peng i vështirësive, por të shkonte mëtej në përsosjen e profilit të tij si intelektual. Shkonte zënë të rrallën 4 misit, rrallën e qumshit, u kujdeste për të marrë ushqimet që ishin domosdoshme për të jetuar. Dhe megjithse kishte shpeshherë dhe siç e dimë të gjithë, kishte mangësira në këtë drejtim, por edhe ngacmime të tjera, kështu që domethënë, por është e çuditshme që ai kurrë nuk e la librin. Përveç bibliotekës standard, që kishim biblioteka të mëdha që ishin ato klasikët, Balzac, Flaubert, Shakespeare, këto që nuk përbënin letërsi të ndaluar. Ai shfrytëzonte edhe autorë të tjerë, nëse do të arriti më mend të gjithë, po Hegelin, Schopenhauerin, Freudin, Nietzschen, Camus, Sartrin, e që të them. Edhe i thoja, baba, kur i merr këto libra? Ty nuk ka që të duhet. Ti shiko punën tënde, të duhet që se ku i kem të libra. Edgari u rrit me këtë imazh disi të pakapshëm të atit. Ai kujton profilin e tij të pazakontë si mësues, kryesisht i lëndëve eksakte në shkolla, por edhe si mësues privat i gjuhëve të huaja. Baban dhe bashkëshortin e përkushtuar në shtëpi dhe mandej intelektualin që vetëm lexonte e shkruante pa pushim. Është vërtet e çuditshme se si ai arrinte të shkruante me gjithë të vështirësi, të shkonte pafund, dilte nga kodat e liqenit, shkonte në dimër në plazh, gjente frymëzimin tek deti, tek natyra, që shkronte dhe ishte vërtet konsekuent për t'i dalë idesë të tij që kishte që librat e tij t'i botonte jashtë, duke mos pasur besim që këtu do ndryshonte diçka. Edgari thot se kishte nuhatur herët që i ati shkruante, madje dinte se ato çfarë ai shkruante ishin të rrezikshme, ishin vepra dorëshkrim që nëse do të kapeshin nga sigurimi i shtetit, mbase do t'i kushtonin edhe jetën.
por ai nuk i dinte për masat reale të mesazheve që lëvrinin nëpër ato dorëshkrime, pasi kurrë nuk kishte mundur t'i gjente dhe t'i lexonte. Kishte vetëm një dyshim në mendjen e tij, një dyshim për vendin ku strehoheshin ato fletë. Kjo morive dorëshkrimesh fshihej diku. Dhe unë kam konstatuar në një moment që ato ai fshihte në atë një kasole që quheshim në kasole e druve, që kishte arkë të vjetra, materiale të ndryshme, edhe aty do t'i ketë fshehur të shkrime. Ne kishim ato shtëpitë normale shqiptare, që ishin me ato sobat prej druri, me ato sobat që furnizoheshin me dru për të nxjerrë në dimër. Dhe një mbrëmje më thotë, ku po del ishte një mbrëmje e ftohtë, dhe më thotë, thash, ku po del tash? Thash, ja të marr ça dru, tha. Po dru kishte. Soba bubulonte. Edhe si dhashën si. U vënu, 10 minuta çaj koha për zot. Ai mund vite për 2 minuta. Edhe me siguri them që ka marrë të dëshkrimin që kishte dhe i ka radhitur me ato dëshkrime të tjera që ai kishte shkruar dhe kishte fshehur, se s'kishte, unë shifsha në ato tavolinën e vet, në ato vendet ku mundet të mendojë se mund të jetë diçka, nuk shifshe. Ai përkthente, sigurisht përkthente, edhe përkthente, shkruante, vizatonte për këto, kishte një kaligrafi të shkëlqyeshme, nuk përdorte vizore fare me dorë, për këto mësime të jepte në frëngjisht, që jepte në kimie, bënte përgatiste materialin mësimore etj, dhe nëpër të në siguri kishte një fletushk që ai hidhte mendimin, çoheshin 12 natës. Në mes natës çoheshe, i kujtoheshe diçka që shkonte edhe shkruante. Nga ajo kohë, Edgari kujton edhe një prej miqve të rrallë të atit, shkrimtarin Kindushi, i cili mund të ketë qenë edhe i vetmi që e njihte veprën e Robertit që në atë kohë. Aty në shtëpi vinte Kindushi për shkak tek neve. Kindushi rrinte pothuajse gjithkohës nga një herë tek ne, sepse kishte një kapanon aty të ndarë me karton xhes, karton të merri që ku jetonte. Edhe ai tregonte admirimin dhe frikën njëkohësisht në lidhje me ato që shkonte Roberti. Se unë mendoj, mamaja ime nuk ishte në atë gjendje më që të ndiqte veprat e po me siguri Roberti, jo me siguri, po duket që ai e lexonte në poezia, në pasazh nga romanet, e lexonte dhe ai binte kokës me grushto. Dhe thoshte, di çka shkruajt ky, thoshte, domethënë me admirim dhe frikë njëkohësisht. Edgari zbulon më tej se në përmbledhjen e tregimeve, mendimet e të vdekurve, Roberti ka përfshirë edhe tregimin hija, kushtuar mikut të tij Kindushit, që regjimi e kishte burgosur e përndjekur në mënyrën më të ashpër. Roberti jetonte e krijonte me një peshë të tillë rreziku, që buronte pikërisht nga vetëdia e tij si shkrimtar dhe intelektual, dhe nga ajo çka reflektonte tek ai jeta me privime e diktaturës. Ai e dinte që po të arrinte të zbulojë veprimtaria e tij klandestine, se kështu mund ta quash, për këto dekada që ai vazhdonte të shkruante, ai me siguri do kishte pasoja, edhe pasojat mendoj unë që do ishin më të rënda se pasojat e shumë tjerëve që u futën në përburgje, atë edhe mund të kishin vrarë, mund të pa dënim, pa gjyq fare. Sepse kishte gjithë veprat e tij flasin për një kundërvënie ndaj regjimit, po në një gjuhë letrare. Në mes të viteve 80, pasi kishte shkruar një varg veprash letrare në prozë dhe poezi, Robert Prifti kishte nisur të mendonte se si do t'i nxirrte dhe t'i botonte jashtë vendit veprat e tij. Ai e shihte këtë akt si kontributin e vetëm që mund të jepte në ato kushte të vështira diktature për vendin e tij. Nuk mjaftonte vetëm të shkruante e të dokumentonte ato çfarë po kalonte Shqipëria nën diktaturë. Ai duhej t'ia bënte të ditur botës këtë gjë. Në ato rrethana kishte nisur të planifikonte një aksion që mund t'i rrezikonte edhe jetën. Me pretendimin se donte të takonte motrën e tij të vetme, Andron, në Itali, kishte kërkuar me ngulm një vizë për të bërë një vizitë tek ajo, duke përfituar nga një ftesë që i kishte bërë nipi i tij Franco.
e ndërsa përpiqej për të marrë vizën italiane, në mendjen e tij strukturonte me kujdes se si do të kalonte në fshetësi romanin e tij të parë Syri i Polifemit dhe disa poezi në italisht. Andrua pa të martuar një gjeodet italian, Gaetano Bellotin, edhe lindi 2 fëmijë, 2 çuna, Frankon dhe Ettoren. Ettori Franco i çoi këtë ftesën dhe kur u bë qartë se ai do shkonte, atëherë filloi të rishkonte me javë të tëra, të rishkonte këtë roman për ta nxjerrë, vetëm për këtë moment, për ta nxjerrë, për ta rishkruar, pastaj rideshifruar në Itali, por nuk ishte mundur sepse qëndrimi në Itali ishte shumë i shkurtër për ta bërë këtë. Edgari e kujton mirë atë moment, sepse jati Roberti kishte ndarë shumë detaje me të birin në atë kohë, madje edhe se si do ta shkruante romanin me shkrim të ngjeshur në pak fletë. Romanin e parë, Syrin e Polifemit, ai e rishkroi me lup në 16 fletë D4. Kur vjen nga stërvitja, shikoni që maja ati, kur ishte momenti ai po e rishkruante romanin e parë për ta nxjerrë për në Itali, ishte trashur maja kalemit, ja priftim ato brisjet që në edhe rrushim, ja priftim, ja bënja më të gjatë majën që të kishte një çiko më tepër për të shkruar dhe me lup, e maja bënd me lup i shkruante avash hidhte romanin e parë në këto fletë. I thosha, ba, ç'a bëm, i thosha. Sa po më kapën në bjerë, tha, mos më kërko as kockët. Ai e dinte mirë se ç'do i bënin, po ta kapnin. Dhe gjithë vepra, edhe poezit, gjithë vepra përshkruhet në mënyrë, nuk është gazetari, thuash. Edhe romani Syri i Polifemit, ku ai thon una vita e più, nuk është vetëm roman autobiografik, po është edhe më tepër. Pra nuk ka qenë qëllimi i Robertit që ta përshkruaj jetën e tij, por nëpërmjet saj ai ka i përshkruar marrëdhënien ndërnjerëzore, siç ishin në ato kohra, njerëzit e sigurimit e tjerë. Domethënë ishte më i largët qëllimi. Pas shumë ditëve të ngjeshura, duke e rishkruar në këtë format të vështirë gjithë romanin e tij, Syri i Polifemit, bashkë me disa poezi në gjuhën italiane, Roberti me gjithë të birin kishin gjetur madje edhe vendin ku do ta fshihnin këtë dorëshkrim të çuditshëm, që mund të zbërthehej vetëm përmes leximit me lup. Si vend strehim në këtë rast, do të shërbente kjo çantë stërvitjeje e Edgarit. Unë ja futa vetë në çantën që pata marrë dikur me sportin në Bullgari. Ja futa vetë poshtë tabanit të çantës. Dhe për që ai ta kalonte pastaj në për kufi, në për dogan atëherë në Rinas. Edgari rrëfen se i ati kishte menduar gjithashtu edhe një pseudonim, me të cilin do ta botonte në vijim gjithë veprën e tij për lexuesit në Perëndim. Roberti të gjithë veprën donte ta botonte nën pseudonimin Trevor Elin, që po ta kthesh mbrapsh emrin Trevor, që është një emër i njohur angles amerikan Trevor, vën se më ka treguar, domethënë bën i kishte bërë v, se po të bën Robert, Trevor. Elin janë shkurtimet e emrave Edgar, Luigina emri i nënës, Ilia emri i babais dhe nëja është për rrim, Trevor Elin. Me këtë emër do ta shikonim nëse do kishin fat vepra të botoheshin në Itali për të sensibilizuar opinionin perëndimor për atë çka bëjnë në Shqipëri, atëherë do gjenim këtë vepër me këtë emër. Edgari thot se ai aksioni pazakonti të atit për të kaluar në Itali veprën e tij nuk pati ndonjë rezultat konkret. Për fat të keq, koha e tij e qëndrimit në Itali do të ishte e shkurtër. Ai vërtet e la dorëshkrimin atje, por nipi i tij Franco nuk do të mund ta deshifronte dot dhe as të gjente rrugë të tjera për ta çuar për botim. Syri i Polifemit dhe gjithë vepra e tij në dorëshkrim mbeti në heshtje dhe pa botuar deri në fund të regjimit komunist. Robert Priftit i takon madhështia që
kërkoj ta çmontonte diktaturën duke kërkuar rrugë për të komunikuar me botën në mënyrë që bota ta pranonte realitetin shqiptar, ashtu siç ishte paraqitur në letërsinë e këtij njeriu dhe të ndërmerrte ndoshta një aksion për ta rrotulluar ose për ta përmbysur, për të thënë, atë realitet i cili në të vërtetë nuk ndodhi. Pas rënies së diktaturës, ndryshimet demokratike do ta shtynin edhe Edgarin drejt perëndimit dhe për fat të keq, i kushtëzuar prej kushteve të emigrimit, ai nuk do të gjendej në Shqipëri në vitin 1993, kur i ati Roberti do të ndahej nga jeta papritur. Kësaj, ai nuk do të mund të ndante me të atin shumë sekrete të veprës që ai e kishte ruajtur në dorëshkrim për dekada me radhë. Por fati deshi që i biri dhe më pas gjithë lexuesit të zbulonin pak nga pak mesazhet që fshiheshin në valixhen misterioze të dorëshkrimeve të Robert Priftit. Burri i vajzës së Xhaxhait, njërës prej vajzave të Xhaxhait, Gjorgji Mita, në rastin e vdekjes së babait në 93-shin, babai ndroi jetë, mori valixhen me shqetje aty dorëshkrimet e tij, edhe më thanë në 94 kur shkova dhe pash morinë e dorëshkrimeve me letra nga më të ndryshmet, letra të grisura nga fletoret e mia të fillores, bloqet të 50-ës, 54-ës, 70-ës, 74 Minar Limpeksit, kudo në për flet të bibliotekës, flet porosit bibliotekës, kudo që mund jente letra shkruante. Ajo valixhe dorëshkrimesh do të kthehej pak nga pak në një udhërrëfyes për Edgarin në rrugën e vështirë të zbulimit, deshifrimit, përkthimit në gjuhën shqipe dhe më pas edhe publikimit të gjithë veprave letrare të atit, që prej dekadave kishin fjetur në heshtje dhe në fshetësi. Kam përkthyer vetë prozën, që përbët nga 5 libra, së pari Syri i Polifemit, të cilin ai edhe tentoi ta nxjerrë, të cilin unë edhe kam betuar së pari, se ishte dëshira e Robertit ta bënte këtë. Pastaj është libri i dytë, Dielli i të vdekurve, është një përmbledhje me 18 tregime. Libri i tretë, për nga radha e botimeve, quhet Shenjtori i dhunës, edhe një libër i mrekullueshëm. Libri i katërt është një rrëfim filozofik, Lumturia e frikës, frika si akuzuar dhe liria si akuzuese në gjyqin e lirisë. Dy shtretit e përkustes mbyllin kolanën e prozës, që edhe ai është një libër psikofilozofik, duke marrë shkas nga mitologjia greke. Mesazhi që ai të i çon lexuesit përmes këtyre veprave nuk është vetëm një thirrje e heshtur urrëtieje dhe zhgënjimi ndaj atyre që shkatëruan shpirtërisht dhe materialisht një popull, por edhe një thirrje për kujtesë, si për ata që e përjetuan diktaturën dhe vuajnë ende plagët e saj, ashtu edhe për brezat që patën fatin të mos i njohin pasojat afatgjata të kësaj epidemie të tmerrshme. Duke nisur nga viti 2009, shtëpia botuese Omska 1 nxori në dritë një nga një të gjithë prozën e Robert Priftit. I pari u botua romani Syri i Polifemit, të cilin përkthyesi mirënjohur Amik Kasoruho e cilëson si një krijim letrar që mbart një kult të trisht për atë kohë, kanë vrarë ëndrrën dhe një porosi për sot apo për nesër të mos harrohet asgjë dhe të mendohet se e sotmja ndërtohet mbi kujtimin e të kaluarës. Në vitin 2010 botohet përmbledhja me tregime Dielli i të vdekurve, e një vit pas saj, në 2011, vjen romani Shenjtori i dhunës. Siç shkruan shkrimtari Visargjiti, ky roman krijon një afresk të Shqipërisë në mbarim të luftës së dytë botërore, më saktë të një qyteti me heronj dhe mizori, me femra dhe atentator, që teksa vrasin kundërshtarët, kanë vrarë brenda vetes thelbin e njerëzores,
duke na zbuluar mjeshtërisht zanafillën e tiranive. Pas tij, në vitin 2012, botohet edhe romani Lumturia e frikës, një vepër filozofike me personazhe që dalin nga vetëdia, frika dhe liria, dhe gjyqi i tyre gati sokratik i pazakont në një mjedis me ideale mashtruese dhe ideale zhgënjyese, ose me ideale të bjerrura. Po ashtu, i thellë e me mesazhe të forta, vjen edhe romani Dy shtretërit e Prokrustës. Prokruste ishte një bandit, cili ndalonte dhe vidhte, sekuestrante, si thua, pasuritë e ateniezëve, i merrte këto për vete dhe viktimat, pra tregtarët, i dërgonte drejt 2 krevateve. Krevati më i shkurtër dhe më i gjatë ishte, dhe i bënte xhelatit me shenjë që nëse viktime ishte i gjatë, çonte te krevati i shkurtër dhe anasjellës të shkurtën çonte krevati i gjatë. Dhe përkatësisht ose i priste gjymtyrët që të arrinte përmasat e krevatit dhe kështu edhe deklaronte që nëse unë i drejti damaste, nëse se Perëndia të ka bërë ty me përmasat që ti përshtatesh krevateve, atëherë ty do të falet jeta. Dhe sigurisht nuk falte asnjëri tjetër. Dhe ky është një prolog, si të thuash, një lokucion për të treguar përpjekjen me dhunë për të barazuar njerëzit. Që i referohet edhe pastaj përmbajtjes së këtij romani. Edgari thot se përveç prozës, ai ka botuar tashmë edhe 2 vëllime poetike në gjuhën italiane dhe një tjetër me aforizma. Botova dhe 3 librat në italisht, së pari në original, 2 nga të cilët me poezi, Le subcorticali epitafi di vita, edhe Divertimento col pianto, është libri i dytë, dhe pastaj libri i tretë përmban aforizmat dhe mendimet e Robertit. Masi kam lexuar njërën prej antologjive të tij që quhet Arctohe me lotët, ore Divertimento con il pianto, kam parë një poet me një guxim të jashtëzakonshëm, me një shpirt rebele dhe një shpirt lirie të jashtëzakonshme, dhe ai realiteti shqiptar, dhe pse ka zgjedhur gjuhën e huaj, realiteti nuk është i huaj, realiteti është i brendshëm, realiteti është i prekshëm. Mëkati im të dëgjoj, mëkati im të flas, mëkati im liria, mëkati im më i madh heshtja. O fsham frik plot e poetit pa gojt mbi jetesës. Përshkruan barnat për zemërt andaj të ardhmesh ku do të fashiten pengje të patrajtueshme të kohës. Dhe vetmia e poetit pre lehtë dashurisht pamundura. O forcë zakoni, thret poeti i heshtjes, ti më vrave duke më veshur këtë jetë të vdekur. Roberti ka qenë nga ta guximtarët që edhe pse vepra e tij nuk bashkëjetoi me kohën e vet, nuk bashkëjetoi me lexuesit e vet, çelës i veçantë në këtë botë të madhe, ku njerëz që jetojnë në diktatura zgjedhin një mënyrë komunikimi për të mos bërë një vepër dhe për të ndëshkuar, por për t'i lënë njerëzimit një vepër në cilën ata duhet të reflektojnë se e keqja nuk është e pamundur, po e keqja është gjithmonë një kërcënim që mund të sot ka ndikuar për, si thuash, në një realitet caktuar, nesër mund të ndikojë në një realitet tjetër.